Brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, vetëm LDK, s'ka parti tjera brenda listës së LDK-s, këtë dijeni. Me post të qartë, se herë po thoni përbashkim, herë po thoni bashkëpunim me Vjosa Osmani. A është ju bashku Vjosa Osmani LDK-s apo keni bashkëpunim me Vjosa Osmani dhe me kandidatët e saj? Bashkëpunimi ynë është me një listë përbashkët brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, vetëm LDK, s'ka parti tjera brenda listës së LDK-s, këtë dijeni. Mund të kemi koalicione të vogla me partitë të tjera, tani po flasim për një bashkëpunim brenda LDK-s. Shumë emra, ka një listë përbashkuese, tani sapo dalim prej takimit, strukturat tona do të vinë edhe me emra të tjerë. Ne jepni pak kohë, të finalizojmë, të zyrtarizojmë dhe të vijmë me një propozim konkret. Jo, nuk kemi në opozitë, unë sa di, LDK është në qeverisje dhe LDK ka 15 asamblesë, si forca më e madhe politike në Prishtinë. Unë po ju them që LDK nuk ka marrëveshje me PDK-n, për hapa tjera mpretni mas zgjedhjeve. Tash jam interesuar veç me bë bashkimin e madh, me bë një listë fituese, me vendos një kandidatë të shkëlqyeshme për presidente, një kandidat mirë për kryeministër, edhe unë bashkë me këta 110 tjerë që jemi bashkë, me arrit një rezultat të mirë që besoj është i mirë për qytetarët e Kosovës. Gjafer Tahirit ja kemi refuzuar dorëheqjen dhe ai do të vazhdojë të jetë kryetari i Degës së Ushtrisë.